Ju të gjithë e mbani mend batutën që shqiptarit mund t'i bësh çfarë të duash, por vetëm mos e shikosh trëmbër. Ka ardhur koha tani dhe për ca batuta të tjera. Shqiptarët janë populli më i veçantë në botë. Mësojnë mësuesit e tyre. Në Shqipëri, vazhdimësia është diçka heroike. Sepse në Shqipëri lejohet zvarritja dhe jo fluturimi. Në këtë vend në një qafë dalin, si ata që përpiqen, si ata që nuk përpiqen. Shqiptari nuk duron do t'i zësh rrugën me makinë, por mund të durojë një qeveri për vite e vite me radhë që i zë rrugën e integrimit. Shqipëria është një vend shumë i keq për të mirët dhe shumë i mirë për të këqinjt. Këtu të këqinjt lullëzojnë si pemë të larta. Nuk është faji im që tek ne kungulli bosh kushton më shumë se kungulli plot. Nuk përzjash më shumë për batuta me shqiptarët, sepse shqiptarët janë një popull jashtëzakonshëm, ashtu sikur se çdo popull tjetër në botë. Kanë të mirat dhe të këqijat e tyre, ashtu sikur se çdo popull tjetër në botë. Por ne duam t'i prekim pak cenet tona në mënyrë që t'i riparojmë, t'i rregullojmë dhe të bëhemi më të mirë se sa jemi. Dhe po e mbyll me një batutë të fundit, nëse doni që gjërat të lëvizin, lëvizni.